Përshëndetje të dashur miq. Sot duhet të flas kryesisht për disa teste të panevojshme shëndetësore, që janë shumë, por unë duhet të flas vetëm për disa që si duket nxitja për t'i kryer ato është thjesht një marketing. Janë testet e zbulimit të hershëm të sëmundjeve. Një analizë në shkurt të 2025 në gazetën Jama u pa që 15% të postimeve që bëheshin për to teste kishin dëme të mundshme, sepse së pari nuk kishte prova shkencore dhe së dyti ishte rreziku i mbi diagnozës. Mbi diagnostikimi dhe përdorimi tepërt njihen si kërcënimet kryesore për shëndetin e njeriut në të kohë, duke shkaktuar dëme dhe humbje, duke devijuar dhe burimet e trajtimit të nën diagnostikimit dhe nën trajtimit. Mbi diagnoza ndodh ku njerëzit në përgjithësi janë të shëndetshëm, diagnostikohen dhe etiketohen në një gjendje apo në një sëmundje të caktuar që faktikisht nuk kishte për të shkaktuar asnjëherë ndonjë dëm. Provat po zbulojnë gjithnjë e më tepër, dhe më shumë se testet e zbulimit të hershëm janë një shpatë me dy tehe që në njëra anë mund të shpëtojnë jetën e disave, por nga ana tjetër, mbi diagnoza ose diagnozat e panevojshme për të tjerët janë aq shumë të rënda sa mund të sjellin tek personat stres, nivel të ankthit, më shumë do sëmuren duke u bërë merak. Dhe nuk ka për të gjetur asgjë në qoftë se këta nuk do kishin këtë diagnozë. Këto po promovohen këto lloj testesh në maskën e një shqyrtimi të hershëm për të parandaluar sëmundjet nëpërmjet kontrollit në shëndetin tuaj. Problemi është se këto janë të panevojshme në shumicën e njerëzve dhe në shumicë rastes nuk mbështeten nga shkenca ose shkenca është e lëkundur në provat e saj. Le të marrim për shembull testin e infertilitetit ose të fertilitetit apo komacit të vezëve të gratë. Shumë gra i shtyhen për ta bërë të test duke u ndikuar, duke matur nivelin e fertilitetit, por ekspertët nuk po gjejnë mbështetje studimore që ta konsiderojnë atë të besueshëm. Madje në një analizë të mëparshëm nga programi i Këshillit Kombëtar të Shëndetësisë dhe kërkimeve mjekësore në Australi, që bën një studim të gjatë, panë se ky test, duke zbuluar komacin e vezëve, e cili matet me nivelin e hormonit AHM në qarkullimin e gjakut, zbuloi se këto gratë që kanë nivele të ulta të AMH-s të këtij hormoni kanë të njëjtat probabilitet dhe mundësi për të mbetur shtatzën si gratë që kanë nivele të larta. Madje ky test që promovon që të parashikojë besueshmërinë se kur mund fillojë menopauza, këto pretendime sipas studimit janë të kota dhe nuk janë të vërteta. Nga ana tjetër, testi i testosteronit për burrat. Një zbulim i ri përsëri pa që taktikat që po bëjnë nxitjet e këtyre burrave për të promovuar të lloj testi, për të shitur suplementet e testosteronit, të cilët janë përhapur shumë në mas, pretendojnë që rrisin nivelin e performancës seksuale të meshkujt. Por kjo deri tani nuk ka vetëm prova, po përdorimi afatgjat i këtyre suplementeve dhe këtyre terapive ka sjell probleme në shëndetin kardiovaskular dhe atake kardiake dhe vdekshmëri tek meshkujt që i kanë përdorur. Kemi testin e MRI-s trupit, pra të rezonancës magnetike. Është hedhur deri tani një pretendim se teston më shumë se 500 gjendje edhe kushte të ndryshme shëndetësore. Po deri tani nuk ka asnjë provë të përfitimit ku njerëzit janë të shëndetshëm dhe bëjnë të test. Ndërkohë që ekzistojnë rreziqe reale nga diagnozat panevojshme dhe duke u dhënë trajtime të tepërta duke u futur në këtë lloj testi. Kemi testin e hershëm të zbulimit të kancerit. Pretendimet kanë parë se ky lloj testimi mund të zbulojë 50 lloje kanceri. Megjithatë provat shkencore dhe klinike janë ende në proces, nuk janë të qarta dhe nuk janë të sigurta që kjo mund të zbulojë dhe mund të jetë nga testet kryesore. Deri më tani nuk ka asnjë provë për përfitimin e këtij lloji ekzaminimi në popullat, sidomos të shëndetshmit. Dhe diagnoza e ndryshme dhe të panevojshme kundër kancerit
mund të çojë në një rrugë të gabuar tek njerëzit të cilët nuk kanë kancer. Dhe i del diagnoza gabuar, do fillojnë të kurohen për kancerin apo të kalojnë edhe në etapa të tjera të diagnozës, të futen në stres dhe të sëmuren më shumë. Testi mikrobiomës së zorëve është një test tjetër që premton një mirëqenie të jashtëzakonshme nëse do zbulohet nëpërmjet testi të shumë kushteve, që nga fryrja e barkut, që nga problemet e gazrave, që nga problemet e shkaktimit të depresionit që po përhapet në populacië, duhet bërë ky test. Po deri tani nuk kam parë në një provë përfitimi, vetëm shqetësime të rezultatit të testit që kanë çuar në përdorim të tepruar të suplementeve, të disa ushqimeve dhe ndalimit të disa ushqimeve tjerë, duke boshatisur nivelin e mineraleve dhe të trupit nga elementet kryesorë të ushqimit, duke shkaktuar më shumë dëm se sa dobi. Pra, të gjitha këto taktika, që janë taktika klasike, pavarësisht nëse ka ndonjë njohuri apo mund të bëhet edhe nga profesionist, studimet deri tani nuk e kanë vërtetuar. Por çfarë ndodh? Këta profesionistë që i duan të bëjnë këto teste, ose ju rekomandojnë, gjejnë hulumtime dhe informacione dhe studime false, të dyshimta, thjesht për përfitimin. Shikoni vetëm një fakt. Rreth 55.000 punime shkencore janë tërhequr deri më sot për një sër arsyesh, dhe kompanitë që i kanë bërë kanë filluar që t'i tërheqin për arsye se nuk janë të mbështetura në aspekte shkencore, por më shumë në marketing, dhe kanë qenë studime të gabuara. 55.000 studime. Sa nga këta përfaqësues të cilët ju thonë bëni këto teste dhe teste tjera, si të intolerancës ushqimore, të grupit gjakut e tjera, bazohen në disa studime të tilla të cilët janë tërhequr. Dhe kanë dalë që janë bërë vetëm për marketing dhe nuk janë reale. Madje nuk janë përmendur dhe rreziqet negative. Shumë influencer po shesin madje dhe programe, dietash të gatshme, suplementesh në çdo kohë që ju duhet të përdorni, edhe po mbështeten në studime false të gënjeshtra apo të mbështetura nga vetë këto industri që i prodhojnë, që po i nxirrin në përfaqet e tyre. Këto hulumtime të rema ngatrojnë çdo element, çdo njeri, duke ju dhënë prova klinike, imazhe, metodologji nga këta influencer, nga këta profesionist, thjesht vetëm që të bëni të test që të përfitojnë, pra në formën e një marketingu. Pra për të mos rënë pre e një shkence të keqe, të pa promovuar, dhe për të marrë këshilla sa më mira, mos i dëgjoni çdo kënd. Sepse është e vështirë që të marrësh informacionin ose të ndash informacionin e mirë nga i keqi. Në çdo rast jeni skeptik. Dhe shikoni pretendimet e tyre. A thonë vetëm pretendime pozitive apo thonë për efektet anësore kur flasin për to teste? Apo e bëjnë për marketing dhe para dhe po të këmbguni ka shumë apo jo? Nëse përgjigjen ju shikoni që keni dyshim, atëre keni kujdes që mos i besoni as videove, as fjalët e tyre. Ku bëhet fjalë për shëndetin, marrja e pamjes së plot është shumë e rëndësishme, sepse gjysmë të vërtetat shpesh janë gënjeshtra. Për të përfituar nga këto teste, nga xhepat tuaja. Duke bërë analiza të ndryshme, edhe të gjakut, edhe të panevojshme. Po të shikoni testet e analizave të gjakut që ju japin një sër analiza gjaku që nuk kanë lidhje me problematikën tuaj që ju ankoheni, thjesht për të përfituar. Keni kujdes te analizat e gjakut, mos bëni çdo lloj analize që të përfitojnë të tjerët të ju. Keni kujdes kur futeni këtyre testeve. Besojuni njerëzve të pak komprometuar, tek ata që ju keni filluar të keni besim. Këshilloni fillimisht, sepse mund të dalin të gabuara, mund të çojnë në një rrugë shumë të gabuar, që më shumë do t'ju dëmtojnë shëndetin, sesa do t'ju përmirësojnë dhe që t'ju dëmbrojnë atë. Pra, keni kujdes nga testet mashtruese dhe goditini këto teste fillimisht në mendjen tuaj, pastaj në xhepat tuaj për të mirë të shëndetit tuaj. Ju përshëndes.